Sa është potenciali për të arritur në numër krerësh? Në zonën tonë, Në zonën tuaj, pra? 80.000 të 100.000 krerë. Qa të duhet ty për t'i quar të 80.000 ose 100.000 krerë? Thjesht pjesa monetare është. Po pra për çfarë, sa, si? Tani, ne kemi pas këtë gjë. Se dakor, se është pjesa monetare, por është pjesa e kraut punës, po themi, se kush do t'i marrë, kush do t'i çojë, si do t'i Të gjithë blegtorët që unë kam, ne nuk punojmë, ne punojmë shumë pak me stalla të mbyllura. Do me thënë që janë në regjim stallor, shumë pak. Do me thënë, në qoftë se unë kam 70 deri në 100 fermer në muaj që unë u marr qumshtin, mund të jenë 4-5 që janë të tjerë janë natyrë. Janë natyrë. Të gjithë luten që ne të shtojmë, të gjithë kërkojnë që të shtojnë pjesën e... Po çfarë duhet, sa duhet për ta bërë këtë punë? Në qoftë se themi për shembull, dhe sa kohë duhet për të çuar 100.000? Mendoj 4 vjet. 4 vjet. Dhe sa duhet të jetë paga shumë fondi për ta çuar në 100.000? Sot një dele kushton pak, shkon nga 150 dhe 200.000 lekë. Me dhe 20.000 lekë të reja. Por besoj që në zonën tonë të kute 5-6 milion euro. Okej. Po në qoftë se bashkia do të vinë të ty dhe thoshte shiko, hajde bëjmë një kompani të përbashkët për t'i çuar delet 50.000, 80.000, 100.000. Hajde bëjmë një kompani të përbashkët, marrim një kredi nga fondi i garancisë sovrane, marrim dhe një subvencion nga qeveria, edhe ti merru me gjithë pjesën e menaxhimit, ndërkohë që hap pas hapi me të ardhura do lajmë këto kredi. Të shkon kjo si skemë? Po. Funksionon? Jam i gatshëm për këtë sfidë. I gatshëm për këtë sfidë. Po mirë, bëhe projektin, bëhe planin, për 100.000 krerë, edhe do t'ja çosh Bashkisë Sarandës, për DNI, Ministrisë Bujqësisë, edhe mua. Në rregull. Okej. Plan biznesi. Patjetër. Dakord? Por përveç këtyre që duhet të bëjmë, duhet të kemi edhe, besoj, 20 veterinar shumë të mirë në zonë. Se pasi ne i bëjmë këto krerë, më e rëndësishme është vaksinimi. Që neve sot e kemi një veterinar shumë të mirë në zonë, pasi në çdo plektor që ne shkojmë marrim qumshtin, dim dhe me se si është vaksinuar delja. Sepse atë cilësi djadhi s'mund ta nxjerrësh nga një dele që është me probleme, me një dele që është e somur, duhet të kontrolluar çdo gjë.